Përshëndetje të nderuar teleshikues të Drita Televizion, dhe mishemi në mbyllje të vitit kemi përgatitur për ju një material bota në 365 ditë. Ky vit që lan pas ishte një vit i mbushur me tensione, sfida dhe ndryshime që prekën çdo cep të planetit, nga luftrat dhe krizat politike deri tek aksidentet, dhuna dhe fatkeqësitë natyrore. 2025 na tregoi se pasiguria nuk është vetëm një histori lajmesh, por një realitet global që ndjehet nga lindja e mesme në Europë e deri tek ne në Shqipëri dhe Kosovë. Sonte do të shikojmë së bashku një pasqyrë të qartë të këtij viti, nga zhvillimet globale te rajoni e deri tek realiteti ynë. Bota në 365 ditë. Ju ftojmë ta ndjekim. Me rikthimin e Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë në janar, SBA-ja ka braktisur qasjen tradicionale diplomatike të bazuar në vlera dhe aleanca afatgjat, duke kaluar drejt një politike të jashtme transaksionale. Vendimarrja është orientuar drejt marrëveshjeve të drejtpërdrejta dhe të interesave të menjëhershme, ku bashkëpunimi ndërkombëtar kushtëzohet nga përfitimet konkrete për Washingtonin. Gjatë vitit 2025, Shtetet e Bashkuara kanë trajtuar aleancat jo më si angazhime morale apo historike, por si marrëveshje dypalshe të bazuar në përfitim të drejtpërdrejt. Washingtoni ka kushtëzuar mbështetjen ushtarake dhe aksesi në tregun amerikan me pagesa, koncezione ekonomike ose angazhime konkrete nga partnerët ndërkombëtar. Në kuadër të kësaj qasjeje, administrata Trump ka vendosur ose paralajmëruar tarifa tregtare reciproke, duke hapur një fazë të re të luftës tregtare. Politika ekonomike është përdorur si mjet presionin ndaj vendeve partnere, me synim mbrojtjen e interesave amerikane dhe rritjen e ndikimit të SBA-s në negociatat globale. Gjatë vitit 2025, SBA-ja ka intensifikuar masat tregtare ndaj Kinës, duke vendosur tarifa masive që në disa sektorë si makina elektrike dhe teknologji e avancuar arrin deri në 60% ose më shumë. Qëllimi i Washingtonit është të detyrojë kompanitë ndërkombëtare të zhvendosin prodhim jashtë Kinës, duke reduktuar varësinë nga zinxhirët kinez të furnizimit dhe duke forcuar industrinë amerikane. Në vitin 2025, për herë të parë, Shtetet e Bashkuara ka vendosur tarifa bazë prej 10 deri në 20% ndaj partnerëve të ngushtë, përfshirë Bashkimin Evropian, Kanadan dhe Meksikën. Masa synon uljen e deficitit tregtar amerikan dhe forcimin e industrisë vendase, duke sinjalizuar një qasje më të ashpër të Washingtonit edhe ndaj vendeve aleate. Politikat e reja tregtare të SBA-s kanë shkaktuar tronditje me zinxhirët global të furnizimit, duke rritur pasigurinë ekonomike ndërkombëtare. Si pasojë, shumë shtete janë detyruar të kërkojnë tregje alternative ose të hyjnë në negociata të vështira dypalshe me Washingtonin në përpjekje për të siguruar përjashtime nga tarifat. Gjatë vitit 2025, Shtetet e Bashkuara kanë zhvendosur fokusin e politikës së jashtme dhe pranisë ushtarake nga Europa drejt rajonit të Indo-Paqësorit, duke e identifikuar Azinë si sfidë kryesore ndaj dominimit global amerikan. Kjo lëvizje strategjike ka për qëllim të përgjigjet të rritjes së ndikimit kinez dhe të forcojë pozicionin e SBA-s në një nga rajonet më të rëndësishme gjeopolitike. Partneriteti me Indin është kthyer në një element kyç të kësaj strategjie. Washingtoni e konsideron New Delhin si balancën kryesore kundër Kinës dhe ka intensifikuar bashkëpunimin ushtarak dhe hapësinor, duke ofruar teknologji të avancuar dhe mbështetje për zhvillimin e kapaciteteve strategjike indiane. Ky bashkëpunim synon të forcojë pozicionet e SBA-s dhe të sigurojë që India të qëndrojë një partner i besueshëm në rajon. AUKUS dhe Japonia janë shtyllat të tjera të rëndësishme të sigurisë globale. Përmes partneritetit, AUKUS, Australia apo pajjiset me nëndece bërthamore, ndërsa roli ushtarak i Japonisë po rritet ndjeshëm, duke forcuar praninë detare në SBA dhe duke krijuar një sistem frenimi efektiv ndaj zgjerimit të ndikimit kinez në paqësor. Këto zhvillime janë pjesë e një strategjie të qartë amerikane për të mbajtur stabilitetin dhe kontrollin në një rajon kyç global.
Në vitin 2025, marrëdhënia me Shtetet e Bashkuara dhe Europës ka arritur një pikë kritike. Administrata Trump ka kërkuar që shpenzimet ushtarake të vendeve europiane të arrijnë 5% të prodhimit të brendshëm bruto, ndonse objekti zyrtar i NATO-s është 2%. Kjo kërkesë ka si qëllim të ruajë garancinë e mbrojtjes amerikane, duke bërë të qartë se mbështetja e SBA-s nuk është më i pakushtëzuar. Presioni amerikan ka detyruar Bashkimin Evropian të rishikojë seriozisht mundësinë e krijimit të një ushtrie europiane ose të një pavarësie strategjike më të madhe. Washingtoni ka bërë të qartë se nuk do të veprojë më si policfaras i kontinentit, veçanërisht në kontekstin e luftës në Ukrainë, duke nxitur Brukselin të marrë vendime më të pavarura për sigurinë dhe mbrojtjen e tij. Për rajonin e Ballkanit dhe Shqipërinë, politika transaksionale e SBA-s në vitin 2025 nënkupton një qasje më të fokusuar te interesat ekonomike sesa te reformat politike tradicionale. Washingtoni kërkon partner të gatshëm për bashkëpunim me projekte strategjike si gazifikimi, teknologjia bërthamore dhe investime në infrastrukturë, duke ofruar në këmbim mbështetje politike dhe sigurimin e një pozicioni të favorshëm në marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara. Viti 2025 paraqitet një botë ku fuqia e butë ka humbur terrenin e saj ndaj fuqisë së fortë dhe marrëveshjeve pragmatike. SBA-ja po ndërton aleanca jo si një familje politike, por si një rrjet partnerësh ku secili duhet të tregojë vlerën e tij çdo ditë. Ky ndryshim i qasjes reflekton një periudhë tranzicioni në marrëdhëniet ndërkombëtare, ku interesat konkrete dhe përfitimet e menjëhershme kanë marrë primatin mbi idealet tradicionale diplomatike. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të vitit 2025 nuk e përsërisin në rezultatin e vitit 2021. Lëvizja Vetëvendosje, e cila në zgjedhjet e mëparshme kishte arritur një supershumitës të jashtëzakonshme, mbeti partia e parë, por pse një rënje të ndjeshme të mbështetjes. Ky rezultat tregon një ndryshim të ndjeshëm në perceptimin e votuesve dhe një lëvizje drejt balancës së skenës politike kosovare. Edhe pse Albin Kurti arriti të rrisë mbështetjen të diaspora, partia humbi terren brenda vendit. Shkaqet kryesore lidhen me pakënaqësinë e qytetarëve ndaj rritjes së kostos së jetesës dhe tensioneve të dukshme me Shtetet e Bashkuara. Megjithatë, lëvizja Vetëvendosje ruan ende rolin kryesor në politikën kosovare dhe mbetet partia që mund të formojë qeverinë e ardhshme. PDK-ja u konfirmua si forca e dytë më e madhe në vend. Partia përfitoi nga një fushatë e fokusuar te stabiliteti dhe rivendosja e miqësive me Washingtonin, duke përfituar nga dobësitë e lëvizjes Vetëvendosje brenda vendit. Ky rezultat e rikthen PDK-n në rolin e një opozite të fortë me kapacitete për të negociuar koalicione paszgjedhore. LDK-ja arriti një rezultat të qëndrueshëm, duke u pozicionuar si ekuilibrues i mundshëm i qeverisë së ardhshme. Pjesëmarrja e saj në negociata për koalicionin post-zgjedhor do të jetë kyçe për formimin e shumicës parlamentare dhe stabilitetin e qeverisë. AAK-ja ruajti pragun minimal të mbështetjes dhe mbetet një faktor i rëndësishëm për koalicionet pasgjedhore. Megjithse nuk ka arritur të rrisë ndjeshëm bazën e saj, roli i saj si partner potencial me koalicione e bën partinë të rëndësishme për ekuilibrin politik në Kosovë. Tre faktorët që ndikuan në rezultatin e zgjedhjeve të vitit 2025 dhe në ndryshimin e disponimit të elektoratit kosovar, efekti Trump, gjatë fushatës, opozita përdori me sukses narrativën se një qeveri udhëhequr nga Albin Kurti mund të izolojë Kosovën nga administrata e re amerikane në shtëpinë e bardhë. Votuesit e mesëm, tradicionalisht pro-amerikan, u treguan të kujdesshëm dhe zgjodhen të mbështesin partitë që premton rivendosjen e marrëdhënieve të forta me Washingtonin. Pas 2 viteve të liberalizimit të vizave, mungesa e fuqisë punëtore dhe inflacioni u kthye në tema të ndjeshme për qytetarët. Premtimet për sovranitetin në veri të vendit nuk mjaftuan për të zbutur shqetësimet e elektoratit mbi kostot e jetesës dhe sigurisë ekonomike. Çështjet e xhepit të qytetarëve u bën vendimtare për mënyrën se si u shpërndan votat. Katër vitet e fundit u karakterizua nga kriza të njëpasnjëshme në veri, duke lodhur pjesën e elektoratit. Një segment i konsiderueshëm i votuesve u orientua drejt partive që premtonin një normalitet të ri me fokus te zhvillimi i brendshëm dhe përmirësimi i jetës së përditshme. Kjo tregon një nevojë për qasje pragmatike dhe qeverisje më të qetë larg tensioneve të vazhdueshme.
Në fund të dhjetorit 2025, Kosova ndodhet në ethet e negociatave për formimin e qeverisë së re pas zgjedhjeve që sollën ndryshime të ndjeshme në peizazhin politik. Dy skenar kryesor po shqyrtohen. Ky skenar parashikon një koalicion mes lëvizjes vetëvendosje dhe lidhjes demokratike të Kosovës. Për realizimin e tij, do të kërkoheshin kompromise të mëdha nga Albin Kurti, veçanërisht për çështjen e dialogut me Serbinë dhe implementimin e politikave të brendshme. Ky opsion do të ofronte një vazhdimsi të qeverisjes, por një format më të balancuar dhe të negociuar me partnerët brenda vendit. Alternativa tjetër është një koalicion i partive opozitare, PDK, LDK dhe AAK. Ky koalicion i mbështetur në heshtje nga partnerët ndërkombëtar synon krijimin e një qeverie teknike politike. Objektivi i saj do të ishte zbatimi i marrëveshjes të mbetura pezull në Shtetet e Bashkuara dhe sigurimi i një stabiliteti politik për vendin, duke shmangur tensionet e drejtpërdrejta me Washingtonin. Rezultati i dhjetorit 2025 tregoi se viti 2026 nuk do të jetë një vit i vendimit strategjik dhe koncesioneve të domosdoshme për Kosovën. Kushdo që do të marrë postin e kryeministrit do të përballet me sfida të mëdha dhe prioritete që diktohen nga zhvillimet e fundit dhe presionet ndërkombëtare. Në presionin e administratës Trump, qeveria e ardhshme do duhet të sigurojë zbatimin e plotë të marrëveshjes për asociacionin e komunave me shumicë serbe, një hap kyç për ruajtjen e stabilitetit dhe mbështetjes ndërkombëtare, menaxhimi i krizës së punësimit. Emigrimi masiv ka krijuar një mungesë të fuqisë punëtore dhe qeveria e ardhshme do duhet të hartojë politika të qëndrueshme për të zbutur pasojat ekonomike dhe sociale të këtij fenomeni. Për afrime me planet e investimeve amerikane, investime strategjike në energji, infrastrukturë dhe teknologji nga SBA-ja do të jetë një prioritet. Partneriteti me Washingtonin kërkon koncesione pragmatike dhe një qasje që siguron përfitime konkrete për vendin, duke ruajtur lidhjet historike mes Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara. Kosova po kalon një fazë romantike e ndryshimit të madh, në një fazë pragmatike të mbijetesës shtetërore. Rezultatet e zgjedhjeve tregojnë se populli i Kosovës dëshiron të ruajë sovranitetin, por nuk është i gatshëm të sakrifikojë marrëdhënien speciale me SBA-n. Viti 2026 pritet të jetë vit i balancimit të interesave të brendshme me presionet ndërkombëtare ku aftësia për të negociuar do të përcaktojë suksesin e qeverisë së ardhshme. Për të kuptuar dinamikën e pushtetit në fund të vitit 2025, duhet të shohim se si dy lider kryesor Albin Kurti në Kosovë dhe Edi Rama në Shqipëri kanë arritur të mbijetojnë politikisht, por me kosto të ndryshme në mbështetjen popullore. Ky krahasim tregon qartë ndryshimin mes një qasje principale dhe një qasje pragmatike ndaj pushtetit dhe opinionit publik. Në vitin 2025, Kurti nuk ishte më lideri i 50% të pandalshëm. Mbështetja e tij ka transformuar cilësisht. Mbështetja në popull, Kurti ruan besnikëri të fortë tek shtresat që e shohin si të pakorruptueshëm dhe mbrojtës të sovranitetit në veri, por ka humbur terren te shtresat e mesme dhe biznesit, të cilët ndjejnë pasojat e tensionit me Shtetet e Bashkuara. Bloku LDK, PDK po tërheq votues urban dhe intelektual. Lumir Abdigjiku paraqitet si rrugë europiane që Washingtoni dëshiron, ndërsa Memlik Krasniqi, PDK, konsolidon votën e strukturës si lideri që ditë qeverisë pa krijuar kriza. Kurti fiton nëse debati fokusohet te virtyti dhe korrupsioni, por humbet nëse zhvendoset te izolimi dhe integrimi. Në Shqipëri, Rama ka përdorur menaxhimin strategjik dhe marketingun politik për të mbajtur pushtetin. Ai nuk mbështetet më mbi pasionin, por mbi pragmatizmin. Votuesit e shohin si të vetmin që mund të bëjë gjërat që ndodhin, nga turizmi dhe investimet e huaja te integrimi evropian. Megjithatë, konsumi i gjatë i pushtetit ka krijuar një lodhje të madhe tek qytetarët. Sali Berisha mbetet një figurë e fortë në të kaluar politike, por ka vështirësi për të tërhequr votues gri ose të rinj. Lëvizjet e reja si Adriatik Lapaj dhe Endri Shabani po konkurrojnë te rinia, por ende nuk arrin të sfidojnë dominimin e Ramës. Rama dominon sepse kundërshtarët e tij janë të ndarë, një pjesë përket kaluarës dhe tjetra ende shumë e re për të ndikuar vendimtarisht. Kur e krahasojnë Albin Kurtin dhe Edi Ramën në vitin 2025, dallojnë qartë profilet dhe sfidat e tyre të ndryshme. Pika e fortë e Kurtit qëndron te rezistenca parimore dhe pastërtia morale. Ai shihet si lider që nuk komprometon parimet dhe ruan një imazh të pakorruptueshëm. Nga ana tjetër, pika e fortë e Ramës është diplomacia personale dhe vizioni ekonomik e turistik. Ai di të menaxhojë marrëdhëniet dhe investimet për të ruajtur pushtetin dhe
zhvillimin ekonomik. Nga ana tjetër, pika e dobët e Kurtit janë tensionet me aleatët, sidomos me Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimin Evropian, që e vënë në presion ndërkombëtar. Për Ramën, pika e dobët është korrupsioni i niveleve të mesme dhe të larta, që ekspozon ndaj kritikave të brendshme dhe ndërkombëtare. Marrëdhënia me Trump gjithashtu tregon një dallim të madh. Kurti ka një raport të ftohtë dhe transsanksional, duke vënë Kosovën në një pozicion të kujdesshëm dhe shpesh të ndjeshëm. Rama nga ana tjetër ka një marrëdhënie të afërt, duke përdorur investime strategjike si projekti në Sazan për të konsoliduar pushtetin dhe përfitimet ekonomike. Rreziku kryesor për secilin është gjithashtu i ndryshëm. Kurti përballet me izolim ndërkombëtar dhe rreziku i ikjes së të rinjve të kualifikuar nga vendi, ndërsa Rama përballet me konsumimin e gjatë të pushtetit dhe goditjet e mundshme nga SPAK. Nëse Kurti lufton për të mbajtur Kosovën në këmbë përballë presioneve globale dhe për të siguruar mbështetjen ndërkombëtare, Rama po e përdor valën globale për të mbajtur veten në pushtet, duke balancuar mes pragmatizmit ekonomik dhe menaxhimit të sfidave politike. Kurti është profeti që populli po fillon ta pyes për bukën e gojës, ndërsa Rama është menaxheri që qytetarët e pyesin kur do të ketë drejtësi të vërtetë. Shifrat për fatkeqësitë natyrore shpesh janë vetëm maja e akullnajës, sepse në shumë raste numri i vdekjeve përfundimtare rritet ende më shumë kur llogariten viktimat nga uria, sëmundjet pasuese dhe shpërndarja e ndihmave që vonohen për shkak të kufizimeve politike. Ky bilanc tragjik tregon qartë se bota e vitit 2025 po paguaj një çmim shumë të lartë për mungesën e stabilitetit politik dhe për ngecjet në adresimin e krizave klimatike. Shifrat e refugjatëve dhe migracionit në vitin 2025 janë në nivele historike, duke reflektuar atë që OKB-ja i quan epoka e zhvendosjes së madhe. Konfliktet e shumta që kemi diskutuar, të ndërthurura me kriza ekonomike, katastrofa natyrore dhe destabilizim të institucioneve, kanë krijuar një lëvizje masive njerëzish që po riformoson jo vetëm demografinë, por edhe politikën e shumë vendeve. Sipas të dhënave të fundit të UNICEF, në mesin e vitit 2025, 117.3 milion njerëz janë zhvendosur me forcë në mbar botën. Ky është numri më i lartë i regjistruar ndonjëherë në historinë moderne. Nga ky total, 42.5 milionë janë refugjat, njerëz që kanë kaluar kufit shtetëror të shpërngulur jashtë vendit të tyre. Pjesa tjetër janë persona të zhvendosur brenda vendit, të detyruar të lëvizin brenda kufive të shteteve të tyre për shkak të luftës, katastrofave apo krizave të shpërndara. Në nivel vendesh, 5 vende prodhojnë shumicën ndërmuese të refugjatëve: Afganistani, Siria, Venezuela, Ukraina dhe Sudani. Këto janë regione ku konfliktet e thella, krizat politike dhe kolapsi ekonomik kanë detyruar miliona njerëz braktisin shtëpitë e tyre. Kriza në Gaza, 90% e popullsisë në Gaza, rreth 1.9 deri në 2.1 milion njerëz janë zhvendosur brenda vetë rripit të Gazës. Më shumë prej tyre të zhvendosur edhe mbi 10 herë brenda 2 viteve të fundit. Refugjatët palestinezë në mandatin e UNRWA kanë arritur në 5.9 milion, duke përfshirë ata në Liban, Jordani dhe Siri, shumë prej të cilëve përballen tani me pasoja të pasigurisë së dyfisht për shkak të përhapjes së konfliktit edhe në Liban gjatë vitit 2025. Turqia mbetet vend që mban numrin më të madh të refugjatëve në botë. 2.9 milion sirian vazhdojnë të jetojnë në Turqi. Megjithatë, në vitin 2025, politika e Ankaras është ndryshuar ndjeshëm. Ankaraja ka rritur presionin për kthime vullnetare dhe ka anuluar marrëveshjet kyçe për riadhesimin me Greqinë, gjë që ka krijuar tension në kufirin e BE-s. Për më tepër, për shkak të krizës ekonomike dhe pasigurisë që pasuan tërmetet shkatruese, vetë shtetasit turq janë bërë një grup i madh azilkërkuesish, veçanërisht drejt Gjermanisë dhe vendeve të tjera të BE-s. Në vitin 2025, Europa vazhdon të strehojë mbi 6.2 milion refugjat ukrainas, edhe pse rreth 2 milion njerëz u kthyen në zonat e tyre gjatë gjysmës së parë të vitit. Sulmet e reja ruse mbi infrastrukturën energjetike gjatë dimrit 2025 kanë nxitur një val të re personash që kërkojnë mbrojtje në vende të fqinj si Polonia dhe Gjermania. Ballkani Perëndimor vazhdon të jetë rrugë kyçe, tranzit për emigrantët dhe refugjatët. Në vitin 2025, Shqipëria ka parë një rritje të përdorimit të territorit të saj si pikalimi, sidomos nga emigrantët që vijnë nga lindja e mesme dhe Afrika e Veriut dhe synojnë të arrijnë Italinë përmes detit ose malit të zi përmes tokës. Një tjetër shqetësim për Shqipërinë mbetet emigracioni i brendshëm, i njohur ndryshe si ikja e trurit. Rreth 30.000-40.000 persona vazhdojnë të largohen çdo vit drejt vendeve të BE-s për arsye ekonomike, duke lënë pas ide, investime dhe fuqi punëtore që vendi ka
ka më shumë nevojë se kurrë. Emigracioni dhe refugjatët në vitin 2025 nuk janë më një fenomen i përkohshëm apo lokal, ai është bërë një mjet presioni politik, nga politika e Turqisë drejt BE-s, nga përdorimi i kufive si mekanizëm negocimi deri tek shtyrja e masave të reja kufitare në të gjithë botën. Në qendër të kësaj lëvizje globale qëndron vështrimi i diplomacisë globale për të përballur me konflikte, krizën klimatike dhe pasigurinë ekonomike. Viti 2025 mbyllet si një nga vitet më të përgjakshme të dekadave të fundit. Sipas të dhënave të Indeksit Global të Paqes, bota ka hyrë në një cikël të ri dhune ku konfliktet, katastrofat dhe pasiguria po sfidojnë kufijtë e diplomacisë tradicionale. Në nivel global janë regjistruar mbi 240.000 vdekje direkte nga luftimet, ushtar dhe civil së bashku, një rritje prej 30% krahasuar me 2 vite më parë. Kjo shifër e bën vitin 2025 një nga më fatalët që nga fillimi i viteve 2000. Ukraina mbetet fronti më vdekjeprurës i vitit. Gjatë vitit 2025 janë raportuar rreth 78.000 të vrarë, pasojë e intensifikimit të betejave në Donbas dhe përdorimit masiv të dronëve. Rikthimi i përshkallëzimit ka rikthyer Europën në një klimë lufte që nuk është parë prej dekadash. Konflikti në Gaza në Brekun Perëndimor ka rritur për masa historike, 68.000 të vrarë në Gaza nga tetori 2023 deri në fund të vitit 2025. Vdekjet nuk janë vetëm nga bombardimet, por edhe nga uria, kolapsi i spitaleve dhe mungesa e ndihmave. Në Brekun Perëndimor mbi 1.000 të vrarë, përfshi 230 fëmijë janë raportuar nga operacionet ushtarake dhe sulmet e kolonëve. Sot DKB-ja vlerëson se 10% e popullsisë së Gazës është vrarë ose plagosur, ndërsa rreth 2.1 milion njerëz jetojnë në kushte mbijetese mes mungesës së ujit, ushqimit dhe shërbimeve esenciale. Edhe pa një përsëritje të katastrofës të vitit 2023, viti 2025 solli disa goditje të forta sismike. Qershori 2025, një lëkundje 5.8 deri në 6.1 shkaktoi panik masiv, viktima indirekte dhe 70 plagosur nga hedhjet nga lartësitë në momentin e lëkundjes. Balikser, gushtë 2025, një tërmet 6.1 ball shembi ndërtesa të vjetra duke shkaktuar të paktën 1 të vdekur dhe 10 plagosur. Stambolli jeton në tensionet vazhdueshme me lëkundjet 4.6 deri në 5 ball që sollën evakuime parandaluese dhe debat të gjerë mbi infrastrukturë. Në vitin 2025 terrorizmi nuk është dukur, ai është transformuar. Saheli Afrikë është bërë epiqendra e re globale duke mbajtur mbi 50% të vdekjeve të shkaktuara nga terrorizmi. ISIS mbetet organizata më aktive, ndërsa në Pakistan rritet ndikimi i TTP-s. Në Europë dhe SBA, 93% e sulmeve vdekjeprurëse kryhen nga individ të radikalizuar, që veprojnë vetëm, shpesh me motive politike, më shumë se sa fetare, zhvendosja apo emigrimi nga ekonomia dhe luftrat. Përtej konflikteve dhe territorit, dhuna e përditshme vazhdon të marrë jetë. Amerika Latine mban normat më të larta të vrasjes. Meksika, Brazili dhe Ekuadori dominojnë listën për shkak të krimit të organizuar dhe trafikut të drogës. Shqipëria ka një bilans të rënduar për një vend në paqe, rreth 30% vrasje deri në fund vit, me rritje të dhunës familjare dhe atentateve mafioze. Në vitin 2025 bota nuk po përballet vetëm me luftra, por me një krizë të shumë fish, konflikte të armatosura, kolaps humanitar, terrorizëm të decentralizuar, ndryshime klimatike dhe kriminalitet të brendshëm. Kjo nuk është thjesht një listë statistikash, është harta e një planeti në prag rikonstruksioni ku jetët njerëzore po bëhen monella negociuese me politikën dhe ekonominë globale. Viti 2025 për Shqipërinë dhe Kosovën është karakterizuar nga një kontrakt i dukshëm, nga njëra anë përpjekjet për t'u afruar me standardet e Bashkimit Evropian dhe modernizimi i institucioneve, nga ana tjetër një realitet i vështirë në terren ku siguria rrugore, kriminaliteti dhe ndjenja e pasigurisë vazhdojnë të mbeten sfida të mëdha.
Shqipëria përballet me një paradoks të dukshëm gjatë vitit 2025, ndërsa numri i aksidenteve ka rënë, ashpërsia e tyre është rritur. Aksidentët rrugore në periudhën janar-gusht 2025, aksidentët kanë rënë në 15 deri në 20% krahasuar me vitin 2024. Vdekshmëria, megjithatë, vetëm në 3 mujorin e parë u regjistruan 52 viktima krahasuar me 34 të një viti më parë. Shkaktar kryesor 83% e ngjarjeve lidhen me sjelljen e drejtuesve të mjeteve, shpejtësia, parakalimet e gabuara dhe pakujdesia mbetën faktorë dominues. Deri në nëntor 2025 janë regjistruar 35 vrasje. Ekspertët vërejnë një rritje të agresivitetit në përdorim të territorit dhe atentateve të sofistikuara në zona të populluara, si rastin afërsi të Rinasit. Nga ana tjetër, qeveria fokusohet te koncepti i digitalizimit të sigurisë, duke rritur përdorimin e kamerave inteligjente, radarëve automatik dhe gjobave elektronik me qëllim për të minimizuar korrupsionin në terren dhe për të ulur shkeljet e trafikut. Në Kosovë, viti 2025 po perceptohet si një ndër vitet më të rënda për sigurinë rrugore. Viktimat në rrugë deri në nëntor janë shënuar në 97 të vdekur, ndërsa në 7 mujorin e parë 58 viktima, një rritje krahasuar me 2024. Numri i vrasjeve ka mbetur relativisht i qëndrueshëm, 17 deri në 20 raste, por natyra e ngjarjeve po ndryshon. Konfliktet spontane me armë në lokale apo automjete kanë shtuar ndjeshëm ndjenjën e pasigurisë. Një plan politik dhe gjeostrategjik, Kosova renditet në vendin e 63 globalisht në indeksin e paqes 2025, një pozicion i brisht për shkak të tensioneve të vazhdueshme në veri dhe militarizimin e lehtë si përgjigje ndaj kërcënimeve rajonale. Shkaktarët kryesorë janë pakujdesia, krimi i organizuar, shpejtësia, konfliktet spontane. Ky krahasim tregon një realitet të përbashkët. Të dy shtetet janë në tranzicion mes aspiratave europiane dhe sfidave që vijnë nga terreni. Në një plan më të gjerë, Europa po lëviz drejt objektivit për të përgjysmuar vdekjet rrugore deri në vitin 2030. Ballkani mbetet shumë pas me norma pothuajse dyfish më të larta për shkak të infrastrukturës së amortizuar, parkut automobilistik të vjetruar dhe mungesës së edukimit të qëndrueshëm rrugor. Suedia dhe Danimarka mbeten modelet e sigurisë, ndërsa Shqipëria dhe Kosova përballen ende me fazën ku infrastruktura, kultura rrugore dhe drejtësia duhet të ecin paralelisht për të dhënë rezultat. Për Shqipërinë dhe Kosovën, viti 2025 tregon një të vërtetë të thjeshtë. Kontrollet, kamera dhe gjobat janë të nevojshme, por jo të mjaftueshme. Sfida më e madhe mbetet transformimi kulturor, edukimi i përdoruesve të rrugës dhe zbatimi i shpejtë i ligjit ndaj krimeve të dhunshme. Pa këtë, statistikat do të lëviznin, por realiteti do të mbetej i njëjtë. Ky ishte rrugtimi ynë përmes 365 ditëve që lanë gjurmë në historinë moderne. Le të hyjmë në ditët që vijnë me një dëshirë të përbashkët që viti tjetër të mos jetë thjesht një vit i ri, por më i miri për të gjithë dhe kudo. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj, bashkë do takohemi sërish. Miru takofshim.